Universi të ndëshkon nëse ignoron këtë shenjë, mos e lësho videon. Universi të jep 3 paralajmërime. Kush nuk e kupton të parin, e ndjen të dytin. Kush e ignoron të dytin, përballet me të tretin. Nëse universi po të përcjell një shenjë, nuk është për të trembur. Është për të zgjuar. Ka momente kur energjia nuk flet me butësi, flet me goditje. Dhe kush e ignoron, paguan çmim. Në ditët që vijnë, disa prej jush do shihni sinjale që nuk duken rastësi, një bllokim i papritur, një ftoje e energjive, një largim që s'e prisje. Mos e neglizho. Universi paralajmëron vetëm një herë. Kjo video nuk është argëtim. Kjo është thirrje. Demi po futet në një interval energjik ku stabiliteti që zakonisht e mbron nuk funksionon më. Kjo është shenja që universi po të jep, një situatë që mendove se ishte e sigurt fillon të lëkundet pa paralajmërim. Nuk është kaos. Është sinjal. Dhe nëse e ignoron, realiteti do të detyrojë të përballesh me të. Disa prej jush do ndjejnë një shgënjim nga dikush që e keni mbajtur shumë lart. Mos e anashkalo këtë emocionsh. Nuk është dobësi. Është udhëzim. Në fushën financiare mund të shfaqet një gabim i vogël që, nëse nuk e kap tani, të bën dëm më vonë. Ndërhyrja e universi nuk është dënim, është korrigjim i vonuar. Në marrëdhënie, nëse dikush largohet, mos e ndal. Largimi është pjesë e procesit. Kush mbetet tani është vërtet i yt. Dhe një paralajmërim final, mos u kap pas kontrollit. Demi kur përpiqet të forcojë diçka që po i ikën, e humb më shpejt. Liroje. Lëre të ikë. Nëse e bën, hapet një cikël i ri, më i fortë se çdo gjë që po mban me zor tani. Kjo është shenja. Mos e shpërfill. Luani po përballet me një energji që është më e fortë se egoja e vet dhe kjo nuk ndodh shpesh. Universi po të tërheq vëmendjen me një ndalesë të papritur, një projekt ngec, një person të mbyll derën, një mundësi shndërrohet në heshtje. Mos e merr personale. Merre si paralajmërim. Luani shpesh e ignoron shenjën sepse mendon se mund ta shtyjë botën me forcë, por kjo periudhë nuk i bindet dëshirës tënde. Po të detyron të ndryshosh drejtim. Në planin emocional, një person që ke nënvlerësuar të shgënjen dhe dhem sepse nuk e prisje nga ai. Kjo është goditje e drejt për drejt nga universi. Kujdes kujt i jep zemrën, jo kush të jep vëmendje. Në karrierë, një moment tensioni të hap syt për një të vërtetë që po e ke ignoruar prej muajsh. Në vend që ta luftosh, pranoje. Universi nuk po të ndëshkon, po të shpëton nga një krizë më e madhe. Dhe një mesazh i fundit, mos u përpiq të dukesh i fortë kur trupi yt të jep shenjë lodhjeje. Ky është testi yt. Nëse ignoron sinjalin, raskapitja do të jetë më e fortë. Ngadalso. Dëgjo. Ndrysho. Kjo është rruga. Akrepi e njeh errësirën më mirë se çdo shenjë tjetër, por tani universi po të jep një paralajmërim që nuk ka të bëjë me misterin e jashtëm, ka të bëjë me ty një sjellje që ke përsëritur prej kohësh, që e ke justifikuar duke thënë jam kështu. Tani kthehet kundër teje. Ky është sinjali. Një e vërtet e pakëndshme del në sipërfaqe. Dikush që e respekton të vendos kufi. Nuk është tradhti. Është pasojë. Financa mund të pësojnë luhatje sepse ke ignoruar një detaj të vogël dhe tani universi të thotë, rregulloje tani ose përballu me të më vonë. Në marrëdhënie, dominimi që ke përdorur si mënyrë mbrojtjeje tani të izolon. Mesazhi është i thjeshtë, lëri gjërat të jenë natyrore. Nëse i manipulon, humb kontrollin. Energjikisht, ky është një tranzicion i madh për ty po të zhvesh nga çdo gjë që është iluzion. Mos e lufto. Mund të duket si humbje, por është çlirim. Bëhu i sinqert me veten. Nëse e ignoron këtë shenjë, do përballesh me një situatë që të detyron të ndryshosh me dhunë.
Më mirë ndrysho tani, vetdije, jo dramë. Peshqit janë intuitiv, por tani intuita jote është e turbull. Kjo është shenja. Universi nuk po të godet, po të shkon. Je duke besuar diçka që nuk është e vërtetë. Në ditët që vijnë, një iluzion shpërthen. Mund të jetë një person që e ke idealizuar, një projekt që e ke rritur në mendje, ose një ndjenjë që nuk ka bazë. Nëse ignoron këtë sinjal, shkënjimi bëhet më i fortë. Në plan emocional, dikush që të është dukur shpirt binjak të tregon një anë që nuk përputhet me ëndrrën tënde. Mos e justifiko. Pranoje. Në karrierë, një mundësi që duket perfekte ka një detaj të fshehur. Nëse nuk e lexon me kujdes, të kushton. Energjikisht, ky është moment pastrimi për ty, po largohen njerëz, ndjenja, ide që nuk kontribuojnë më. Lëri të ikin. Mos i mbaj me forcë. Peshqit kanë prirjen të sakrifikojnë për ata që nuk japin asgjë, dhe universi tani të thotë, ndalo. Kjo është shenja që s'mund ta shpërfillësh. Nëse e dëgjon, futesh në një periudhë ku rruga pastrohet dhe marrja fiton mbi dhënien. Nëse e dëgjove deri këtu, universi nuk po të kërkon aprovimin, po të kërkon veprim. Mos kërko shenja të tjera. I more. Merr frym, pranoje paralajmërimin dhe lëviz. Disa gjëra nuk duhen shpëtuar, duhen lënë të bien. Nëse ndjeve energjinë e kësaj videoje, shkruaje poshtë. Unë e dëgjova paralajmërimin. Kaq. Tani vazhdo dhe mos e injoro atë që të erdhi.